Me qërë të shkatërojsh faqizmin tina me je prik në salepit apo me kokrën e morët që ma kje se kokrë rizi. Kjo pyetje ironike e marrë nga komedia Prefekti, përdorej për të tallur pa fuqinë reale përballë një armiku të madh. Sot, në vitin 2026, bota nuk përballet më me fashizmin klasik, por me një armik po aq të rrezikshëm, trafikun e drogës dhe pastrimin e parave. Lufta frontale kundër narkotikëve dhe pastrimit të parave, e shpallur nga Shtetet e Bashkuara si një prioritet global, kërkon më shumë se deklarata politike dhe struktura formale. Ajo kërkon besueshmëri absolute të njerëzve që e drejtojnë këtë betejë. Pikërisht këtu Shqipëria përballet me një kontradikt të rrezikshme. Në krye të Byros Kombëtare të Hetimit është vendosur Joni Keta, institucioni që në praktik konsiderohet si FBI-a shqiptare. Detyra e tij është të udhëheqë goditjen ndaj rrjeteve të trafikut të drogës dhe pastrimit të parave në përputhje me standardet dhe pritshmëritë amerikane. Por kjo luftë nis e komprometuar për shkak të lidhjeve të drejtpërdrejta familjare me Alban Pezën, kunatin e tij. Lufta kundër drogës dhe pastrimit të parave që amerikanët kërkojnë me kaq ngulm ta luftojnë si fenomen, është pak si e çuditshme të drejtohet nga kunati i njërit që nuk shkel dot në Greqi, sepse u arrestua në tentativë për të shitur 50 kg heroin. Lufta kundër pastrimit të parave është pak e pamundur të drejtohet nga kunati i Alban Pezës, i cili fill pasi u kthyre nga Greqia me titullin trafikant, pas disa pengmarrjeve të vogla në Shqipëri, mori titullin biznesmen dhe nisi ndërtimet së bashku me një ish kryeministër tranzitor. E kështu, ish trafikanti dhe ish kryeministri investuan deri në Lugano në rezidenca banimi. Follow the money na mësojnë manualet e hetimit të Xhaxhi Semit, por si do të ndjek Joni Keta paratë e kunatit të cilat u shumë fishuan si pasojë e ortakërisë dhe sekserliqeve me ish ministrin Damian Gjiknuri. Investon ambasada e SBA-s dhe shtetasit amerikan nëpërmjet taksave të tyre në Shqipëri për të forcuar mjetet dhe kapacitetet hetuese të Byrosë së Hetimit dhe SPAK, por ama ata nuk e din, sepse nuk ja tha njëri që personi që duhet të drejtojë luftën kundër drogës dhe pastrimit të parave, Joni Keta, është ushqyer, ka jetuar, është veshur, ka udhëtuar dhe ka gëzuar çdo të mirë e privilegj që të sjellë trafiku i drogës dhe pastrimi i parave nëpërmjet kunatit të tij, Alban Peza. Problemi nuk është thjesht moral, ai është strukturor. Si mund të funksionojë parimi bazë i hetimit Follow the Money, kur gjurma e parave të çon brenda familjes së drejtuesit të institucionit? Si mund të kërkohet transparencë nga hetuesit, kur në krye qëndron një figurë e ekspozuar ndaj konfliktit të interesit më të rëndë të mundshëm? Rasti bëhet edhe më problematik kur në këtë zinxhir përfshihet edhe emri i Damian Gjiknurit si nyje politike që sipas akuzave ka shërbyer si urë lidhëse mes parasë së dyshimt dhe legalizimit të saj përmes bizneseve, ndërtimit dhe investimeve. Këtu nuk kemi më thjesht një trafikant dhe një kunat në krye të hetimit, por një trekëndësh ku krimi, pushteti dhe institucionet ndërthuren. Në vend që Shqipëria të jetë një aleate e besueshme në ofensivën globale të SBA-s kundër narkotikëve, kjo situatë bën vendin një pikë të dobët të kësaj lufte. Jo sepse mungojnë ligjet apo mbështetja ndërkombëtare, por sepse lufta po drejtohet nga njerëz që mbartin hijet e asaj që supozohet të luftojnë. Në këtë përballje, koha punon kundër maskimit. Dosjet hapen, parat lën gjurmë dhe e vërteta del gjithmonë në sipërfaqe. Pyetja nuk është më nëse kjo luftë do të kompromentohet, por sa gjatë do të tolerohet kjo tallje me partnerët amerikan dhe me vetë shtetin ligjor. Vion